Tema versante që do të flasim bashk është uniteti i besimtarëve të krishterë. Jezusi përpara se të arrestohej në kopshtin e Getsemanis, është Gjoni kapitulli 18, mirë po te kapitulli 17, Jezusi lutet për dishepujt e tij. Edhe janë dy vargje që kam qef me i këshir bashk, që Jezusi lutet për unitetin e besimtarëve krishterë. Lutet për dishepujt e tij, mos e ndej lutja e tij është edhe për më larg, është edhe për neve sot që jena të ulëm këtu, në bashkësitë me Malishevës. Gjoni kapitulli 7, vargjet 20 dhe 21. 17 vërtet, më falni. Gjoni kapitulli 17, vargjet 20 dhe 21. Po. Dhe tani nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua, me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si o atë në mua dhe unë e ty, që dhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj që ti më dërgove. Jezusi është nisë me mision, me një mision të veçantë, me një mision më të madh se krejt profet që kanë ardhur përpara tij. Me një mision që dikush tjetër nuk ka qenë në gjendje me bë. Me një mision që ka pas me shpëtu njerëzimin edhe me na shpëtu neve sot. Krejt profet tjerë kanë profet në vërtet kanë ardhur më herët. Profet mëdhaj, njerëz të mëdhaj, njerëz të Zotit, njerëz ndoshta edhe kanë adhuruar ata, e nul përpara tyne. Qatë shumë që ata kanë njerëz me vepra të mira, po asnjë prej tyre nuk ka pas një mision që ka pas Jezusi. Jezusi përpara themelimit botës, Perëndia i kishte caktuar një mision. Tu e ditë që njëri ka me mëkatu, tu e ditë që njëri ka me u nda prej Zotit, edhe Perëndia e dërgon Jezusin me një mision të veçantë, që me shpëtu njerëzit prej mëkateve të tyre. Edhe vjen koha kur gjithçka ndodh sipas shkrimeve. Krejt historia rrjedh kadaldale. E vjen Jezusi, lind prej një vërgjreshe, rritet, fillon mas një kohë, edhe me bë mrekulli, edhe me fol për mbretërinë e Perëndisë. Kadaldale. Edhe tash krejt sipas shkrimeve. Asnjë fjalë e shkrimeve të vjetra nuk rrin pa u përmbush. Gjithçka që është thënë për Jezusin, gjithçka edhe ndodh. Edhe vjen kur Jezusi duhet vdes, duhet arrestohet, duhet tradhtohet, edhe duhet kapet prej ushtarëve në kopshtin e Getsemanis, që me u dorëzu masanej edhe me u frizu. Po e para se me bëm këta, e ka një lutje. I lutet vetë Atit edhe i thot: Atë, nuk lutem vetëm për këta dishepujt që janë me mua, që ata që kanë afër ti, po thot edhe për ata që do të besojnë përmes tyne, përmes fjalës tyne që do të flasin për mua, edhe ata që do të besojnë, edhe për ata lutem. Zemra e Jezusit është shumë e madhe. Zemra e Jezusit është shumë e dashur. Edhe Jezusi në vargun 20 për mua kallëzon plot fuqishmërinë e tij që ka si Perëndi vet. Ai e din, ai është i gjithdijshëm. Edhe thot atë dhe për ata që do të besojnë, dhe për ata që ata jem na sot. Ajo ata që kanë në atë kohë, që sot do të ishte ajo e ardhmja asaj kohe, na jem ata sot. Edhe miliona besimtarë në krejt botën. Na jem ata. Jezus të lutë në edhe për ata atë, që krejt me kanë një, që shina unë edhe ti. Uniteti, triniteti, Perëndia, Ati, Biri, Frima Shenjtë. Triniteti shumë njerëz nuk e kuptojnë. Na nuk e kuptojmë plotësisht. Po Bibla thot që ata janë një, ata janë bashk. Prej fillimit është një trinitet i përsosur. Është një kombinim i mahnitshëm i Atit, i Birit dhe i Frymës Shenjtë, me një harmoni që nuk mundet me ndodhë dikun tjetër. Prej fillimit, sot edhe për gjithmonë. Nëse nuk ish pas harmoni, paramenoni mes Perëndis, Atit, Jezusit, Birit dhe Frymës Shenjtë, çka kishte ndodhur? Perëndia kishte thënë:
ti duhesh me shku, me vdek për këta njerëz, s'ka mundësi tjetër qysh ata me u shpëtu. Edhe Jezusi kishte thënë, jo, s'du. Fryma e Shenjtë kishte thënë, atë çejon. Jezusi kishte thënë, jo tash ti po unë, edhe kishin fillu përçamjet, edhe ndoshta nuk kish ardhur edhe deri te kjo sakrificë që Jezusi ka bën kryq. Po ka pas çdo herë harmonik plot mes Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Edhe Jezusi thot, atë unë lutem për besimtarët, për ata që do të besojnë mu, edhe ata që besojnë që me kanë një. Pyetja është, a janë besimtarët e krishterë çdo ku në krejt botën? Besimtarët e krishterë që besojnë Jezusin, a janë të bashkuar sot? Çka mendoni ju? A janë të një mendje? A janë të një besimi? Besojnë njëjtë krejt krishterë? Besimi kanë njëjtë një Jezusin. Po. Çka ndodh që shpesh bashkësitë e mëdha, bashkësitë e vogla, grupet e vogla besimtarëve janë ndarë shpesh. Ka shumë ndarje brenda për bashkësi, ka shumë probleme. S'ka harmoni në zëjtë. E pse, çka ndodh, çka ka atë? Dashurisë. S'ka dashuri. Djalli Sulman, një pikë shumë e mirë që kena më fol pak më vonë. Jezusi thot që të gjithë e një është si ti o atë në mua dhe unë në ty, që edhe ata të një në ne, që bota të besoj që ti më dërgove. Një prej dëshmive më të mëdha që na tonë e dim, edhe muj me përsërit prapë është dëshmia që na muj me i dhënë njerëzve jashtë bashkësisë, që Perëndia është i vërtet, është uniteti jonë si besimtar të krishterë. Bashkësia e Malishevës është shumë e re dhe shumë e vogël, edhe në moshë, edhe në besim. Edhe është u pje kadalale. Edhe bashkësia jonë duhet me pas atë mënyrë sjelljes, atë dëshirë, atë vullnet, që me pas harmoni, që me pas unitet, që mos me u përqa, që mos me shkaktu probleme me njëri tjetrin, në mënyrë që me dhanë botës jashtë, njerëzve jashtë një dëshmi të keqe. Jo njerëz me thonë jashtë, kur ata e urrejnë njëri tjetrin, kur ata keshin njëri tjetrin, kur ata flasin keq për njëri tjetrin, kur ata lëndojnë njëri tjetrin, atëherë çysh është Zoti i tyre i vërtet. Sot i kena pas një njeri mbrana këtu në bashkësi, më herët në sabah. Edhe ai folke edhe ndajke Hasani bashkë me ta. Edhe ai tha, po krishterët që besojnë Jezusin nuk lojnë gjë për të bërë të keqe, edhe anën tjetër thojnë unë besojnë Jezusin. Pse ashtu? Edhe është një pyetje shumë e vënë, është një pyetje shumë e mirë, po është edhe një konstatim shumë i mirë me vënë që besimtarët e krishterë, që thirrën besimtarët krishterë që besojnë Jezusin, shpesh e bojnë shumë gjëra që janë të pahishme, edhe nuk janë të mira. Lutja e Jezusit për bashkësinë me kanë një, është që me dhanë një imazh, me dhanë një dëshmi të njerëz që nuk e njohin Perëndin, të që bota të besoj kur ti sheh që ata e një. Ma vonë do të shohim se shpesh herë Pali, ku i shkruan bashkësive ndryshme, lutja e tij ose thirrja e Palit është rini bashk, bëheni një, bashkohej, mos ketë ndarje, mos ketë përçarje mes juve. Edhe bashkësia jonë, si bashkësia jonë, kështu nëse marrim si shembull bashkësia jonë, ka pas raste kur ka ndame, ka pas raste kur ka pas probleme, ka pas raste kur ka pas mosmarrveshje, probleme me njëri me tjetrin, e gjëra të tjera që kanë ndodhur. Mirë po, unë besoj që është koha na me zgju si bashkësi. Nuk jena edhe të vogël fëmijë, nuk jena edhe tepër të rritur, mirë po jena me një kohë ku jena gjenerat edhe njerëz që kena kapacitet të madh që Perëndia na ka dhënë. E para është fjala e tij, e dyta është edhe jemi njerëz që Perëndia na ka dhënë edhe zgjuarsinë ose urtësinë njerëzore në njëjtën kohë. Edhe njerëz që mujnë me ndryshu vendin ton, mujnë me ndryshu bashkësinë ton, mujnë me ndryshu jetrat e njerëzve të tjerë. Edhe kjo është përmes dëshmisë që na mujnë me dhanë, përmes plotësimit asaj lutjes të Jezusit, që na me ka një.
Unë kam qef pak edhe ju me fol, edhe desha në menim më thonë se në çfarë mënyre ti mendon që bashkësia mundet me kanë një bashkë një. Qysh mundesh ti me dhanë kontributin tanë si besimtar që me kanë bashkësia, me pas unitet. Mos me pas përqamje, mos me pas probleme me njëri tjetrin, ose mos me ndodhë raste kur nuk i flet njëri në bashkësi për nështë kur hiq gati, ose për shumë muj, ose që flet keq për dikën, ose gjëra tjera që na i dina shumë që kanë ndodhur me në bashkësi, ose që njerëz nuk dojnë marrë në bashkësi se shkaku një problemi ose një tjetër, edhe ka shumë darje, nuk ka unitet për bashkë. Qysh mujmë na me ndryshu? Shka mujmë me bëna si individ më në bashkësi që me rregullu këta? Kam qef me fol në kush për juve. Me punu si grup. Me punu si grup, po, tjetër. Qysh mujmë me punu si grup? Çfarë mënyrë praktike? Me nkraju në tjetrin. Po, me inkuraju, me fjalë. Si për shembull me thonë ndeshra me ful janë pajtim në grup. Po më nënë që se japëm një ide për me bëjë diçka, po. Okej, po. Në me kanë shembullimi për ta mësirë një. Okej, shumë mirë. Se një mendje të krishtit shka pa besimtar që bëhen me një mendje të krishtit. Janë logik. Okej. Po Gjef? Kemi të rritë dashëri Dashuri. edhe një Korintasëve 13 shpjegon në mënyrë praktike çka do të thotë dashuria. Po. Po. Ta shefamje, më shpjegon. Unë besoj që është një temë tjetër që mëna me folë me diskutu tjetër herë, mirë po, personalisht, bashkësia Malishevës nuk duhet, që unë e tham personalisht edhe moj përgjithësi për këta që tham, bashkësia Malishevës nuk duhet edhe nuk ban asnjëherë mu identifiku bashkësia e thashë thamë, se nuk është e vërtet. Nëse një individ ban thashë thamë, ose 2 ose 3 individ, nuk do të thotë që bashkësia Malishevës është bashkësi e thashë thamë. Kjo është një konstatim shumë i gabun, është një paragjykim shumë i gabun, shumë i ngutun i njerëzve, edhe unë besoj që si besimtar nuk duhet me thonë, oh, hey, po, na jena qata bashkësia thashë thamë. Ne duhet me kanë njerëz që me të vërtet jem ata që do e ndryshojmë atë mendim, e ndryshojmë atë konstatim ose atë paragjykim të njerëzve që bashkësia e Malishevës është bashkësia thashë thamë. Një individ, 2-3 individ caktuar nuk do të thotë që bashkësia është ajo që është. Zoti duhet edhe ka me punu në ata njerëz individualisht. Edhe na duhet me u lutë edhe duhet me ndihmu atyne. Mirë, po nuk duhet me kanë ata që poshtrojmë veten edhe bashkësinë tonë. Duhet me mbrojt bashkësinë. Po? Shkojmë të Efesianët edhe i shohim në mënyra më praktike qysh edhe duhet me pas unitet si bashkësi. Efesianët kapitulli 4. Vargjet 1 deri në 7. Sa? Vargjet 1 deri në 7. Efesianët 4, vargjet 1 deri në 7. Po. Vargjet 1 deri në 4, vargjet 1 deri në 7. Hasan, më shumë lexoj? Lexoj. Po. Kush? Hasan. Unë pra i burgosur i për Zotin një bëjthirje që të esni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët me çdo përullësi e zemërbutësi, me durim duke u duruar një tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm dhe një frymë i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një perëndi i vetëm dhe atë i të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Po secili nga ne ju dha hiri sipas masës së dëntisë së Krishtit. Edhe në vargun 13. Derisa të arrijmë të gjithë të uniteti i besimit dhe të njohjes së birë të Perëndisë të njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Amen. Na në bashkësinë tonë vinë njerëz prej familje të ndryshme,
ka të fshatrave ndryshme, prej vendeve ndryshme, edhe mënyrës ndryshme që shina arrit. Dikush në arrit shumë më mirë, në arrit për mrekulli, dikush në arrit me kushte shumë trana, shumë vështira, edhe secili kena formu karakterin ton, secili kena mënyrën se qysh na i shohim gjanat dhe jetojmë mirë, edhe na shumë ndryshëm, tepër na ndryshëm me njëri tjetrin. Ndryshëm nuk do të thotë që jena të këqij, dikush të këqij, dikush të mirë. Jem krejt domethënë këtu fletë efesianët mirë, po edhe në vend tjetër. Perëndia na ka dhënë secili për neve dhuntin ton, veçantë që mujmë me kontribu për mbretërinë e Zotit në Malishev. Tu kanë njerëz ndryshëm, karaktere ndryshme dhe gjitha të tjera shkaj përmena më herët që i kena ndryshëm. Besoj që nuk mujna me arrit një unitet në bashkësi me ide tona, me filozofi tona, me menime tona, me mënyrën se qysh na i shohim gjanat, e vetëm një mënyrë qysh na mujna me arrit një unitet servete është kur arrim një unitet në besim, me anë, në mënyrën se qysh jetojmë, çdo herë duke u bazu në fjalën e Perëndisë. Çdo herë të ecë sipas fjalës Perëndisë. Çdo herë të marr fjalën e Perëndisë si në shandanin ose si dritën tonë për çdo situatë. Unë nuk muj me pas unitet me Hasanin kur unë nuk e përdori fjalën e Zotit, as ky me mu, as me juve tjerëve. Kur unë e përdori në diçka që unë mendoj, unë mendoj çështo, atëherë normal që muj me shkaktu një problem edhe një ndarje më të madhe. Kur e përdorim bashkë fjalën e Perëndisë, kur ecim bashkë cili tonë si bashkësi, komplet sipas fjalës Perëndisë, atëherë nuk ka vend për ndarje, nuk ka vend për sharje me njëri tjetrin. Po edhe kur ka, dohet me ditë se çish me rregullu problemet. Për çdo problem, për çdo situatë, Bibla na e pozime të qarta të mira, çish dohet të çka do të më bë. Keni problem me dikan, çish do të më zgjedh, çish do të më shku me fol me ta. Edhe janë mënyrat edhe udhëzimet perfekte të Zotit që janë dhënë fjalën e Tij se çish do të më rregullu problemet. Perëndia e urren ndarjen, përçarjen. Te fjalët e urta, Bibla thotë te fjalët e urta që Perëndia urren ata që mbjellin ndarje në mes të vëllezërve. Domethënë që ata që mbjellin ndarje në mes të vëllezërve. Ka njerëz që ndoshta nuk janë ata vetë që e bajnë problemin, përpara krejt njerëzve të tjerë mirë, po shkojnë edhe flasin, edhe mbjellin. Kjo është e mbjellit që gjun farën edhe thotë, për shembull ti ke fol keq për ata ose për tjetrin, ai që mbjell edhe përçan bashkësinë, edhe përçan vëllezërit ose motrat ose njerëz, domethënë tjerë. Unë mendoj që lutja e Paulit për efesianët është një lutje e unitetit, po kjo lutje nuk kishte ndodhur, ose lutja e Jezusit nuk kishte ndodhur nëse nuk do të kishte pas nevojë për unitet. Efesi, besimtarët efesianët janë njerëz shumë fetar. Edhe Pauli ka shërbyer atje për dikon 3 vjet. Edhe ka njoft njerëz atje. Mirë, Pauli ka pas shumë nevojë për unitet, se njerëz kanë filluar me u përçar për gjëra të ndryshme. Edhe na si bashkësi mundem me u përçar nëse kena një ide ndryshme për lidhje me një varg, lidhje me fjalën e Zotit, po përçarjet mund me kanë edhe për gjëra të tjera, për probleme, për mëkate, për fyren dhe njëri tjetrit e shumë gjëra të tjera. Po Pauli thotë që të jasni denjësisht ndaj thirrjes që u thirret, me gjithë përgjegjësinë e zemërbutësinë, me zemërgjërsi, duke duruar njëri tjetrin në dashuri. A jem të e bana që ta? A jem të e duru njëri tjetrin në dashuri? A muj me u përgjigj? A durojmë njëri tjetrin, apo qofse halo pa na thonë diçka na kthejmë si dreri. Nështë e dini se jo, nuk është puna se këtë nalt, mirë, po dreri është një prej kafshëve nështë që reagon mas shpejti prej sulmusit ose çka do që i thonë. Grabitçarit, po. Po nëse të kërën shumë, normal që nuk sy tani. Po servetja nuk është për me keq shinare. Servetja mendon që nëse dikush e lëndon ta tepër, kjo atëherë duhet me reagu shumë keq, apo. Okej. E kjo dha minimin e saj, nuk do të thotë që
funi i botës. Unë nuk mendoj që është çështje shpëtetërike se se ti për shembull ki konflikt me dikonin, edhe tash nëse vazhdon për shembull në fakt ti me mua me pas fjalës diçka më shumë. Atëherë nëse unë munduna mja kthy këtij në ma zi, edhe më shumë atëherë dy sharrojmë me kartë dhe s'mina me Ose do të më la krejt, mos më marr me ta, Se i do Po, pyetja është se sa i ndryshëm na, edhe jem të duru në dashuri, domethënë se mujna me duru që s'kena rrugdalje tjetër, se na sheh pasture se dikush na vje keq, apo jem për një me dashuri, për shkak se dojmë atë person, e durojmë njëri tjetrin, e falim njëri tjetrin, e pranojmë njëri tjetrin. Çfarë është çfarë them? Nuk jem dërushëm. Nuk jem dërushëm sa duhet. Po. Që shruhet uniteti në mënyrë tjetër. Thot këtu për Pali thot përpiqeni me unitetin. Pali nuk jep një urdhër që ata nuk kanë rrugdalje. Nuk thot që ju gjithçysh nuk duhet me kanë në unitet dhe s'ka tjetër rrugdalje. Thot përpiqeni. Pra bani punën e juaj. E jo na shpesh çdo herë jem shumë gatshëm me lan fajin dikujt tjetër. Edhe me thonë që ai ka fajin ose ky ose ai ka fajin që nuk kena rahati ose paqe me njëri tjetrin. Pse është i nevojshëm një tjetër arsye uniteti i bashkësisë? Thash dëshmia është te njerëzit që nuk e njohin Jezusin, uniteti jonë është një dëshmi e mirë, e madhe. Vetë Jezusi ka thënë, s'po them unë, që njerëzit me pa me beson ta. E dyta, kur nuk ka unitet, kur nuk ka paqe mbrana besimtarëve dhe mbrana në bashkësi, edhe bekimet e Zotit mungojnë. Zoti nuk i der bekimet e tij pa pas restaurim, paqe, falje, nuk i der bekimet e tij në mi bashkësi. Këto veprat e apostujve, thotë që ata ishin një mendje, ata ishin një frime, ishin kështu krejt, edhe banin këto gjëra bashk, edhe Zoti ja shtoi bashkësisë mira njerëz, për shkak se tani kanë një mendje. Na shpesh mëna besoj kena këshirë dhe flasim për rastet kur besimtarët në atë kohë kanë tepër të zellshëm për Zotin dhe çka kanë bërë, kanë marrë, kanë shitur dhe krejt pasuninë e tyre. Çka kanë pas, me tokë, me gjithçka, krejt bashk e kanë shitur për Zotin, për Ungjillin. Sa jem të bën na atë pjesën tonë për Zotin, bashkësi. Nuk mund me prit që me ndërtu muret e Jeruzalemit, ku për shembull një i pari këtu është të rregullu pjesën e tij, i dyti jo se ka probleme të parin, i treti po, i katërti jo. Muret kur janë ndërtu, krejt kanë punu bashk. Nuk ka pas atë më, jone e urrejë se nuk më pëlqen ai person për atë arsye, nuk du me punu në hemis, më thanë. Nuk du me punu tash me ndërtu muret, se unë nuk më pëlqen ky person. Krejt njerëz i kanë lënë problemet anash, e kanë lënë gjëra të tjera, mëkatet, i kanë gjujt, i kanë hup, i kanë largu, edhe kanë punu bashk për me ndërtu muret e Jeruzalemit. Ata kanë kallëzu unitet. Besoj që këni njëllë më herët thot është një shprehje që një mbretëri e ndarë nuk mundet me qëndru. Edhe është shumë e vërtet. Mbretëri e ndarë nuk mundet me qëndru. Nëse një mbretëri ndahet në dysh, armiqt e hajnë për një herë. Edhe na kem shumë armiq. Besoj. I pari edhe më i madh është djalli. Djalli këshir me gjet edhe besoj si metodën më të preferuar në tina dhe më të mirën është që me nda besimtarët. Kur mundet djalli me shti kamën në dorën e tij, edhe me nda dy besimtarë, që ata me fillu me pas probleme, me ardhur deri në pikë ku e urrejnë njëri tjetrin. Atëherë ai ka fituar. Kur fiton djalli është i kënaqur. Lutja jonë do të më kanë bashkësinë tonë që edhe puna jonë do të njëjtën kohë bashkë me lutje, që mos me leju djallin që me hije me nza vena këtu. Edhe me në nda neve për një tjetërit. A çdo ditë sillet, në stop sillet për rreth neve. Edhe këshyr, Biblia thot këshyr kanë me nda. Cilën besimtar me nda. Është gjë e parë që djalli ka bën kopshtin e Edenit në fillim.
Ka shku e ka nda njerin, Adamin edhe Evën prej Zotit. Qa e kon qëllimi ti? Atë harmonin e plot që ka pas më të mirën Perëndia me njeriu, nëherë, a kanë me Adamin edhe me Evën. E djalli ka shku bashkë, ka prekat pikën më të dobtën tyne, edhe ka nda ata prej Zotit. Qa e unë shkaj mënohet me banë edhe sot. Të njëjtën gjë. Shkoni thot një besimtarit, i flet edhe njerëz binë të ndim. Okej, ti mos shkon bashkësi se kërkush nuk po të don ty. Ti mos shkon bashkësi se kërku ne se intereson për ty. Ti mos shkon bashkësi se ky person nuk don ty ose ajo ose turren ose diçka. Edhe njerëz binë shumë lehtë në të ndim. Edhe më njëra, okej, thonë, ja, shumë e vërtet, kërkush të më don, kërkuj se anin për mu, kërkuj se intereson, unë s'jam kërkushi, e nuk është e vërtet. Ata më janë vishë gënjeshtra. Jezus e çon djallën se është ati gënjeshtra. Besimtarët në fesë, Pali i thotë që është një trup i vetëm, na jena një trup i vetëm. Po pse jemi bani trup i vetëm kur na jena njerëz për vende ndryshme, prej familje ndryshme, për gjëra ndryshme, s'kem kur gjë përbashkët përveç kësaj. Pse? Krishtin. Për shkak të Krishtit. Bibla thotë që Perëndia i ka bë bashk hebrejt dhe jo hebrejt, i ka bashku njën Krishtin. Krejt bota mundet me u bashku dhe njerëz për këtë botë bashkohen në Jezusin sot. Prej çfarë do lloj kombi, prej çfarë do lloj race, prej çfarë do lloj gjendje ose statusi që kanë. Njerëzit na e dim shumë qartë që kanë statuse ndryshme të jetës, mënyra ndryshme që jetojnë, edhe kushtet ndryshme, gjithçka. Po i vetmi vend ku njerëzit mundin me u bë njëjtë, barabart, është në Perëndin, në Krishtin, në Jezusin. Atë s'ka më ndarje, s'ka dallim. Atëherë, çka duhet me bëna? Na? Duhet me kuptu pra dhe herë që jena një trup, një frymë vetme, një shpresë vetme, një Zot, një besim, e kena një pagzim, një Perëndi edhe një atë. Nuk ka dy, nuk ka tre, nuk ka më shumë. E kem një. Te vargu i fundit përpara se me mbyll, kam qenë me lexuar është psalmi, edhe besoj masi ta lexojmë vargun e fundit. Tash të lexoj, masi të lexojmë psalmin e fundit, kam qef që përni me menu fort ku është hapësirë në jetën tonë, ku është e vën jetën tonë, që ti je i dobët, që ti e sheh që djalli të ndohë ose të ka bërë me menu që ti je i lan anash, ose që besimtarët dikush tjetër nuk don, ose diçka që ka bërë që ti ndoshta me kanë s'po di mjet që ka mujt me ndiku që bashkësia me nda në herë. Bashkësia jonë shpesh është folë që është bashkësi që e thonë gjithmonë ndane, çdo herë ndane, edhe lutja ime është që prej sotit e të mos me një edhe me kanë me të vërtet një bashkësi bashkune. Edhe thamë, vetëm gjë që na bashkon neve është besimi në Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Edhe krejt bekime të tjera vinë mas kësaj. Po le ta bëjmë pjesën tonë më të mirën që me kanë bashkësi që do t'jap një imazh edhe një dëshmi të madhe të njerëz jashtë bashkësisë. Janë veç ata pesimistët edhe ata që nuk kanë besim që do të bëhet mirë nëse na e bëjmë pjesën tonë. Ne duhet me bë pjesën tonë. Duhet çdo herë çdo problem e zgjedh në mënyrën që Zoti e ka dhënë fjalën e tij. Kur ka probleme, kur ka ndarje, kur ka diçka. Edhe me dhënë pjesën tonë bashkë me punu për me arrit qatë unitetin e besimit, në besim bashkë. Po? Shkojmë të psalmi 133. Është vargu i fundit, psalmi 133 vargu 1. Ki qitë me tona, plëzën.
Veç pra. Ti nuk e pas të gjithë, 183.000 pra. 33. Që më përgjë një darë të vjarë të hu. Ja sa e mirë dhe Ignacio është të vëndrit të bënë të njohim bashkë në unitet. Të banoj. Banoj bashkë. Amen. Edhe kam qef, në që se kam mundësi me kënë këtë kanë ja sa e mirë dhe kanë shmarë që e kënojmë.